Përshëndetje të gjithëve, unë jam Asa Koka dhe ju po ndiqni podcastin Flasim si fëmijë në televizionin Akrolis TV dhe në kanalin tonë në YouTube. Çdo të mërkur kemi të ftuar të ndryshëm, herë të rritur e herë fëmijë, për të pyetur për gjërat ashtu siç i shohim ne, thjesht, pastër dhe me pak kuriozitet që ndoshta i vej pak në siklet, por vetëm pak. Sot kam një të ftuar shumë speciale. Ajo është njohur që lidh jugun me veriun, poezinë me punën sociale dhe rolin e mamas me ato të një gruaje aktive. Ajo shkruan ngegnisht me aq ëmbëlsi sa na bën të gjithëve të dashurëm me dialektin ton. Vjen direkt nga emocionet e edicionit të tretë të Ejan Liz, poetja dhe aktivistja Bruna Gjoni Përvathi. Bruna, mirë se vjen në Flasim si fëmijë. Mirë se ju gjej dhe faleminderit Asja për ftesën. Nëse do duhet të prezantoheshe me një varg poezie, cili do të ishte ai varg? Kam disa, por një që do ta veçoja është "A mundesh me dasht, një aq sa dua unë". Ti je një toskë e dashuar me gegnishten. Kush fiton kur zihen këto të dyja brenda teje? Vallja e Jugut apo biseda e veriut? Kanë disa kohë që kanë bërë një marrëveshje me njëra tjetrën dhe këto janë varësi të situatave që mund të jemi. Si do ta përshkruante Bruna veten 14 vjeç, po aq sa më dhon sot? E kujtoj mjaft mirë adoleshencën time në qytetin unë jam lindur e jam rritur në Kuçov. Kam qenë një adoleshente ëndrimtare, por pak edhe kokforte. Cila është fjala jote e preferuar në gegnisht që nuk e gjen dot në toskërisht? Ka disa, por unë do të veçoja fjalën nan, ose më saktë shprehjen të past nana. Nëse do ta krahasoja me të njëjtën shprehjen toskërisht, kjo më jep një emocion më të madh, sikur është më fort si shprehje. Ti dukesh si një vajzë e re, por sapo je bërë gjyshe. Cila ishte ajo ndjesia e parë që pate kur të thirrën për herë të parë nana? Unë jam gjyshe e dy nipave, Brus dhe Jon, që janë 2 vjeç e gjysmë. Pres të bëhem edhe me një mbes. Emocioni pa diskutim është shumë i madh. Nuk kam pritur që të më thonë ata nan, i kam përkëdhelur unë në fillim yjet e nanës. Ju patët aktivitetin e Ejan Liz. Si ndjesh sot pas atij emocionit të edicionit të tretë? Ne pas çdo konkursi ose pas çdo aktiviteti që bëjmë, çlirohemi, por në fund mbeten emocionet e bukura që ne marrim prej tyre, sigurisht që kthehen në kujtime të jashtëzakonshme. A mund të më tregosh pak më gjatë që nga fillimi se si funksionon ky aktivitet? Atëherë, pas njoftimit që ne bëjmë në rrjetet sociale, presim poezit, i lëm një afat kohor, më pas përzgjedhet siç mund të vendosim 30, 40, në rastin e aktivitetit të fundit kanë qenë 40 poezi të përzgjedhura. Më pas i dërgohen juris, ata vendosin çmimet dhe aktiviteti zhvillohet si një fest. Ne shpesh e themi që më shumë se konkurs është një takim mes miq dhe aty dhe promovojmë fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve me aq hapësirë sa kemi. Poetët vinë nga gjithë Shqipëria, nga Kosova, Maqedonia, Malizi, deri nga Amerika kemi pasur poezi të ardhura. A ka hatërmbetje nga poetët që nuk kanë fituar çmime? Duke referuar çdo aktiviteti që unë kam qenë prezent, nuk kam pasur raste të tilla dhe ajo e veçanta që autorët vinë është pikërisht kjo. Mbasi mbaron konkursi, harrojnë që kanë qenë në konkurs. A mund të na tregosh pak se si e mundsoni, kush ndihmon që ta organizoni këtë aktivitet? Kush është një mbështetje juaja? Atëherë, mbështetja jonë kryesore për gjitha takimet e klubit letrar, gjitha organizimet, ka qenë mbështetje absolute e bashkisë, veçanërisht kryetarit Pierre Indreu. Pse pikërisht një takim dedikuar poezisë gege? Çfarë ka ky dialekt që e bën të shkruash më shumë në të? Ejan Liz nisi fillimisht si një dëshirë e imja, dhe më pas ne organizuam si aktivitet, më shumë për të mbledhur autor
që shkruajnë gegnisht. Duke qenë se ne si klub letrar organizojmë dhe aktivitete tjera, konkurse tjera si Ora e Muzës, që nuk ka ndonjë kriter fiks në çfarë dialekt apo në gjuhë standarde vinë poezit, kështu që e menduam si risi më shumë. Si është thjesht pjesë e klubit letrar Ndozgjetja? Thjesht pjesë e klubit Ndozgjetja është kënaqësi, nuk është thjesht një fjalë klishe. Unë kam 10 vjet që jam pjesë e tyre, që prej edicionit të 6 të Ora e Muzës, ku unë jam vlerësuar edhe me çmimin Gjergj Fishta organizuar nga qarku i Lezhës. Atëherë ky konkurs kishte për masa të tjera dhe jam e lumtur që kam fituar me librin Akrepa të thyer çmimin Gjergj Fishta. A është Lezhë një qytet që lexon poezinë apo njerëzit janë tepër zënë me jetën e përditshme? Unë them që e gjithë Lezhë është poezi. Që nga Drini, dhe them shpesh që lezhjanët kanë fatin e mirë që e nisin ditën me poezi, që nga Drini, Laguna, Mali që ka afër Kalaja, gjithçka që rrethon Lezhë është poezi. Kush është kritiku yt më i madh pasi përfundon të shkruarit në një poezie? Nuk kam ndonjë kritik përveç vetes time, që sa herë mbaroj një poezi nuk është se kënaqem, por thjesht e shkruaj. A mendon se të rinjtë e sotëm si mosha ime e kuptojnë dhe e duan gegnishten apo po e harrojnë pak e nga pak? Faktikisht trendi është që edhe të rinjt e s'dua t'i ndaj veri jug, por ne tashmë e dim, kanë atë trendin për të folur në gjuhën standarde, por dikë dhe penalizon kur e flet. Ndërsa për të shkruar, duke ju referuar rinjve që konkurrojnë në aktivitetet tona, mendoj që po ka plot të rinj që e duan gegnishten. Nëse do të shkruaj një libër për jetën tënde, ky libër do ishte në gegnisht apo në gjuhën standarde? Tani duke ju referuar dhe librave, më të pëlqyer sigurisht që është standardja, por duke futur pak edhe frymën e gegnishtes, sigurisht. Bruno, ti punon në qendrën ditore me personat me aftësi ndryshe. Çfarë të kanë mësuar ata aty që nuk e ke gjetur në asnjë libër? Nga ata unë kam mësuar durimin, dashurinë pa kushte, sepse ata duan pa filtra, dhe çdo ditë kuptoj se ata më bëjnë njëri më të mirë. Në rrjetet sociale duket se ke një pasion shumë të madh për këtë punë. A është thjesht një profesion apo një mision për ty? Puna që unë bëj është mision. Nëse nuk mund ta bësh me zemër, nuk mund ta bësh. Është e vështirë, patjetër që është shumë e vështirë dhe por nëse ti gjen çelësin magjik, atëherë unë them që ja ke arritur. Dhe unë për fat mendoj që e kam gjetur atë çelës tek ata. Si reagojnë personat në qendër kur ti mbas u lexon ndonjë poezi? Për fatin e mirë, po them për fatin e mirë, se ata janë të gjithë të mirë, unë kam pasur fatin të punoj me fëmijët ose me të rinj që janë në moshë më të madhe, dhe sigurisht që komunikimi me ta do ta konsideroja më të lehtë se pjesën tjetër, dhe unë u shkruaj shpesh edhe poezi, u shkruaj edhe tregime dhe përpiqem dhe t'ua mësoj. Kjo ndoshta është parë në rrjetet sociale, dhe nëse nuk e kuptojnë, dihet që unë përdor një formë tjetër, dhe vargjet ua sjell në formën e prallëzave të vogla. Sot për sot, ne shohim shpesh që shoqëria, sidomos edhe të rinjt, nuk janë aq pranues ose shpesh edhe i gjykojnë këta persona. Çfarë do të bëjmë ne, fëmijët, që shoqëria jonë të jetë më pranuese pra për këta dhe më e dashur me personat me aftësi ndryshe? Atëherë, prej pak vitesh, fëmijët me aftësi ndryshe janë përfshirë në për shkolla publike, dhe sigurisht trajtimi i tyre në këto ambiente do një kujdes të veçantë.
Në gjithë përfshirjen e tyre, çfarë duhet të bëni ju? Ju si fëmijë duhet t'i doni, t'i afroni, t'i trajtoni si ju, sepse ata janë si ju. A është Lezhë një qytet miqësor për këta persona dhe nëse ti do të kishe një shkop magjik, çfarë do të ndryshoje? Uh, Teorikisht ne themi që po, jemi miqësor me ta. Mirë po, realiteti është krejt ndryshe. Duam apo s'duam ne, ndoshta dukem pak e ashpër ose jemi mësuar t'i zbukurojmë ca gjëra, por unë them që duhet goxha punë për të qenë miqësor me ta. Duhet filluar që nga familjet tona. Tani për fatin e keq janë shumë fëmijë në aftësi të tilla, por gjithë problematika fillon tek familja. Nëse fëmijët do marrin një këshill të ngrohtë nga familja e tyre, atëherë besoj që dhe ne si shoqëri do ta ndjejmë. Tani të flasim pak se që flasim ne fëmijët. A të ndihmon burri në punën të shtëpisë apo pojtja e shtëpisë i bën të gjitha vetë? Tashti, ne i përkasim një brezi ku unë e them dhe pa problem, jam një grua tradicionale që kam qef t'i bëj vetë gjitha gjërat. Por kjo ka ardhur edhe për shkak të se unë dhe bashkëshorti im jetojmë prej shumë kohësh bashk, vetëm, pasi fëmijët kanë zgjedhur të jetojnë jashtë, kanë krijuar familjet e tyre jashtë, kështu që kur më bën ndonjë punë të vogël, kënaqem. Me që je nuse në Lezhë, dhe të gatuash ndonjë gjë tipike të veriut që e bën më mirë se lezhanët vetë? Do doja të thoja po, por nëse do të dëgjonin fëmijët e di që do thoshin jo. Unë kam ardhur nuse 18 vjeç dhe vjera ime bën një byrek të jashtëzakonshëm. Edhe pse unë kam 35 vjet këtu, nuk kam arritur dot ta bëj. Vajza jote është e martuar, por a të merr ende në telefon për të të pyetur për si gatuhet kjo, se si mund ta bëj këtë? Komunikimi me vajzën është gati i çdo ditë, po them pak, po disa herë në ditë. Por ashtu si ju të rinjt tani keni shije të tjera në gatim, për ndonjë recetë specifike, po, më merr. A ja përgatit ende ndonjë vakt të vajzës apo tani që e bërgjysh që detyrat janë ndarë paksa? Ashtu si thash pak më përpara, fëmijët ne kemi larg dhe sigurisht kur vinë, ne jemi në dispozicion të fëmijëve. Kur një prej tuaj janë këtu, kush kalon më shumë kohë me to, ti apo gjyshi i tyre? Të përmalluar nga mungesa e gjatë e tyre, sigurisht të dy shumë, në forma të ndryshme, por sigurisht në gjyshet jemi pak më të përfshira. Si është një e djelë tipike në familjen tënde, në shtëpinë tënde, tani që edhe fëmijët e tu nuk janë kaq afër, a ka zhurmë, poezi apo është vetëm qetësi? Të diellat në shtëpinë time janë të ndryshme, për shkak se edhe bashorti im fundjavat mund t'i ketë edhe punë, por ne zgjedhim ato fundjava, ato të diela që jemi bashkë në udhëtime. Por s'mund të them tani që jemi familje dhe lumtura, por ka dhe zhurmë, po ka dhe qetësi, gjithë të bashkë. A të thot ndonjë bashkëshortit që mjaft shkruajte ule telefonin ose letrën dhe hajde të ham ose të dalim diçka? Jo vetëm një herë, shumë herë, shumë herë, madje fike dhe dritën. Ti je shumë aktive në jetën sociale. A ka Lezhë mjaftueshëm hapësira për gratë që duan të merren me art dhe kulturë? Unë mendoj që jo vetëm Lezhë, po kudo në çdo qytet, në çdo zonë rurale, një grua që do të bëj diçka, duhet ta bëj. Nuk është faji i qytetit, i njerëzve, por është faji jot, nëse nuk e bën. Çfarë të mungon më shumë nga jugu tani që se themi je rrënjosur në Lezhë? Unë kam gati 35 vite në Lezhë. Në jug, në vendlinjen time kthehem shumë shpesh, edhe pse atje kam vetëm shtëpinë e prindërve,
më mungon çdo gjë. Sa herë shkoj në vendlindje, vetë jam duket fëmijë. Dhe sa herë nisem për të ardhur në Lezhë, mendoj se kur do kthehem prapë. Nëse Lezhë do të ishte një person, çfarë do të thojë në vesh asaj? Nëse Lezhë do të ishte një person, duke e krahasuar Lezhën me dashurinë, unë po do t'i thoja të dua. A mendon se poezia mund ta ndryshojë botën apo është thjesht një mënyrë për të kaluar kohën? Nuk mendoj se poezia mund ta ndryshojë botën, por për ta parë botën ndryshe, po. Poetët identifikojnë jetën, botën, njeriun, dashurinë dhe e idealizojnë. Dhe t'i kthehemi aktiviteteve tona, kur shikojmë kaq shumë të rinj që shkruajnë, pse të mos mendojmë që pozitivisht, që po, ndryshon. Cila është këshilla që i jep vetes çdo mëngjes kur zgjohesh? Nuk jam njëri që eci ose e filloj ditën me plane edhe them ndonjë gjë specifike. Thjesht jeto. Nëse do të ktheshe pas në kohë, a do të ndryshojë diçka në rrugëtimin tënd? Unë në fakt konsiderohem si një riqet, i dashur, por kam edhe një ekstrem tjetër, që i kam pak minuta. Nëse do të mund të ndryshoja këtë po, sepse kjo më bën që t'i pres gjërat me pikë. Nëse e largoj dikë nga jeta, e largoj dhe nuk ka kthim më. Çfarë mesazhi ke për të gjitha vajzat e reja që kanë frikë të ndjekin pasionet e tyre? E thash pak më lart që ne nuk duhet të varemi nga të tjerët, sidomos vajzat. Dhe më vjen mirë që kohët kanë ndryshuar dhe shikoj shumë vajza që vazhdojnë pas pasioneve të tyre, vrapojnë pas ëndrave të tyre, dhe sigurisht që do t'i thoja vazhdoni dhe mos u ndalni, mos keni frikë nga asgjë. Për çfarë dëshiron të mbajnë mend njerëzit, si një poete, si një aktiviste, si një gjyshe fantastike apo diçka tjetër? Për të gjithë ata që më njohin, e din që unë jam tepër modeste, njëri që nuk e kam qejf famën, njëri që nuk dua të flasin për mua. Nëse të tjerët duan ta bëjnë në formën e tyre, le t'u lën dorë atyre. Kush është personi që të frymëzon më shumë në jetë? Person, nuk është se ka ndonjë person, por gjithçka që më ngacmon emocionalisht. Dhe sigurisht dashuria është një nga ato, dashuria për fëmijë, dashuria për gjithçka që na rakon. A mund të na japësh një varg të fundit për dëgjuesit tan? Unë po citoj një nga poezitë e mia më të dashura, të tana dashnit janë dashni. Dashnit, të tana dashnit janë dashni. Edhe kur i dënohen prej moti, edhe kur të plagojnë pa hiri, edhe kur shkojnë të idhnueme prej udhe, edhe kur prej qiellit vinë, edhe kur veç prej syve mbin, të tana dashnit mbeten dashni, edhe kur varen në maj gjylpanës, edhe kur ta plasi grimën e shpirtit, edhe kur ta bluajnë mallin në mullirin e dritit, edhe kur të lanë me duart në gji, edhe kur në rast portës të bëjnë hi. Asnjë dashni nuk është më pak se dashni, gjithsecila prej tyne ta bën një birr në asht e të mbetet në tana jetët. Bruna, faleminderit që ishe me ne. A mund të na premtosh që do të vish përsëri kur të botosh librin e radhës? Sigurisht, e theva akullin për mi dhe do t'jem shumë shpejt, shpresoj. Miqtë e mi, kjo ishte biseda jonë me Brunën. Sot mësuam se poezia nuk pas ka morsh, se dialekti është pasuria jonë më e madhe dhe se dashuria për punën dhe njerëzit, pavarësisht gjithçka, është ajo që na mban me vërtet të rinj dhe të lumtur. Bruna, faleminderit që erdhe sot dhe na tregove se mund të jesh një grua e fortë, një poete e ndjeshme, pra të gjitha në një. Faleminderit ty, Asja. Ne do të shihemi të mërkurën tjetër në të njëjtën orë për të zbuluar edhe një botë të rriturish ose edhe të një fëmie, por gjithmonë duke folur si fëmijë. Deri atëherë mos harroni, lexoni një poezi dhe bëni një vepër të mirë. Natën e mirë nga unë Asja Koka. Mirupafshim.